që çështjet pronësore nuk mund të trajtohen vetëm nga ana e gjykatës. Burimi i problemit fillon aty te nxjerrja e dëshmisë mbi vdekjen. Njerëzit vazhdojnë me marrë pronat e veta të regjistruara në marrëveshje kanunore. Kur një person vdes në Kosovë, institucionet publike nuk nisin procedurat për zhvillimin e trashëgimisë. Notarët gjykatës kanë konfirmuar se obligimi ligjor për të zhvilluar trashëgimin nuk po zbatohet, ndërsa vonesat janë duke shkaktuar probleme serioze brenda sistemit. Po ashtu edhe analiza juaj dhe trajtimi i kësaj çështje kanë nxjerrë në pa që çështjet pronësore nuk mund të trajtohen vetëm nga ana e gjykatës. Pra duhet të ketë mekanizma edhe të tjerë institucional, të cilët në një formë kontribuojnë në zgjidhjen e çështjeve pronësore të përfshijë edhe problemet e trashëgimisë. Çka nuk kupton kjo? Do të thotë gjykata është instanca e fundit ku palët duhet të vinë për të kërkuar mbrojtje gjyqësore. Në këtë rast, nëse kemi një aktivizim edhe të mekanizmave të tjerë, siç janë u përmend nga zotëri Jamrataj, po fillojmë nga gjendja civile, atje ku do të thotë në momentin që vdes trashëgimlanci duhet të regjistrohet dhe njëjti regjistrim sipas dispozitave aktuale ligjore që i kemi, në kupton që duhet të fillohet sipas detyrës zyrtare më njëherë shqyrtimi i trashëgimisë. Pastaj duhet të nxjerret në momentin që vdes pra trashëgimlanci duhet të nxjerret dëshmia e vdekjes. Dëshmia e vdekjes duhet të përcaktojë saktë se kush janë trashëgimtarët në këtë rast. Përveç trashëgimtarëve duhet të përcaktohet edhe pasuria që ka lënë trashëgimlanci. Dhe sikurse të ndodhte kjo, do të kishim një procedurë shumë efikase, sepse nuk do të kishte vonesa në shqyrtimin e trashëgimisë, dhe në këtë rast do të aktivizohej më njëherë kalimi i pasurisë nga trashëgimlanci tek trashëgimtarët. Avokatja Saranda Keçekulla tregon me cilat probleme hasin palët që paraqiten për të qenë pjesë e trashëgimisë familjare, sidomos gratë e vajzat, të cilat shpesh diskriminohen nga drejta për të pasur pronë të trashëguar. Burimi i problemit fillon aty te nxjerrja e dëshmisë mbi vdekjen, ku vetë trashëgimtari shkon edhe i deklaron familjarët se kush janë trashëgimtarët. Në praktikë, unë si avokate, do të thotë kam hasur probleme ku njëri nga vëllezërit ka shku e ka deklaru vetëm dikënd nga familja dhe kështu ka përfitu pronën të cilën e ka lënë trashëgim babai. Dhe me kalimin e viteve, kur pronat janë dhënë për ndërtim, atëherë kanë kuptuar edhe trashëgimtarët e tjerë ligjor, ku është inicu konteste në rastin konkret dhe është zhvillu procedura gjyqësore ku ka përfundu në shkallë të parë. Mirë po, këtu çka kemi, cilat probleme burojnë nga kjo procedurë. Këtu nuk kemi pastaj edhe vetëm procedurë civile, por kemi edhe procedurë penale, sepse ofrimi i fakteve të rrejshme me qëllim që me përfitu për vete çfarëdo pasurie, është vepër penale e mashtrimit, pastaj edhe legalizimi për mbajtjes së rrem. Dokumentet të rreme sa i përket trashëgimisë pronësisë. Ka në praktik, ka shumë kësi raste, për faktin se qysh e prezentut edhe në video, ka raste kur shembull gjinia femrore nuk është vajzat e familjes, nuk janë përfshi fare në trashëgimi, madje ka raste kur është zgjidh trashëgimia edhe tek noteri dhe edhe atje nuk janë përfshi vajzat në procedurë të trashëgimisë në pasurinë e trashëguar. Elementi i parë është besueshmëria dhe ndërtimi i marrëdhënieve pronësore mbi fjalën e dhënë apo besën që reflektohet në të gjitha komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë, dhe kjo situatë na ka krijuar një kaos në regjistrat civil për shkak se njerëzit vazhdojnë me marrë pronat e veta të regjistruara në marrëveshje kanunore, mirë po nuk i kanë legalizuar ato në aspektin legal dhe procedural. Raporti Bern Kosova për të drejtat pronësore është realizuar nga Fondi për Paqe Shtet Ndërtim të Bankës Botërore, në kuadër të projektit PIAKOS të zbatuar nga ATRC.